Deja vu. Kujt prej jush i ka ndodhur një fenomen deja vu? A e dini se çfarë është? Tani po ja u tregoj. Deja vu është një fenomen që na ndodh gjatë jetës sonë, nuk ndodh shpesh, por është një mister. Pra, qoftë për shkencën, qoftë edhe për studimet alternative, mbetet një mister. Do t'ju them se përse. Kështu që kush është rastisht, le t'i bëj like faqes që jemi sërish nëse nuk e ka bërë ende dhe ju falenderoj që jemi për bashkë. Faleminderit pafund. Unë do t'ju tregoj dy versione, por fillimisht dua t'ju pyes juve, a ju ka ndodhur ndonjëherë që gjatë momentit që bëni një aksion gjatë jetës suaj, të shikoni një fragment që ju ka ndodhur, pra një fragment jetës suaj që thoni, unë këtë e kam parë. Kjo më ka ndodhur. U ka rënë rasti. Tani po ju tregoj se çfarë mendon shkenca, fillimisht dhe pastaj studimet alternative. Sipas shkencës, sepse është bërë një studim, janë bërë shumë studime, por një studim i viteve të fundit, nga viti 2018, është bërë një studim ku pretendohet që truri ynë riprodhon fragmentet e menjëhershme. Ç'do thotë kjo? Do thotë që truri, gjatë momentit që ne po shikojmë një fragment, kthehet mbrapsht, pra memoria jon, dhe na rikujton ose na riformaton atë që kemi parë, pra fragmentin që sapo e kemi parë. Sikur mendja kthehet mbrapsht dhe ta tregon edhe një herë nga e para. Tani, për sa i përket shkencës, kjo mund të jetë edhe e vërtet, por dëgjoni me vëmendje. Tani, dua të nënvizoj disa gjëra të rëndësishme. Senset tona janë, e kemi thënë që janë shumë banale. Dhe meqense kemi tani 2 minuta kohë për ta shpjeguar të, do t'ja u tregoj. Sipas shkencës, ne, pra, shikimi ynë, shikimi në atë që ne shikojmë, çdo gjë që na rrethon që ne shikojmë me anë të sensit ton të shikimit, vjen nëpërmjet impulseve, pra nëpërmjet valve, përplasen me membranat, pra me membranat e kokordokut të syrit dhe futen në sistemin ton të trurit. Gjatë momenteve që arrin në tru, të gjitha këto informacione, sepse vinë nëpërmjet valve, pra janë frekuenca, e përsëris edhe njerë. Të gjitha këto, çdo gjë që ne shikojmë, edhe kur më shikoni mua këtu në video, janë frekuenca. Dhe përplasen me membranën e syrit dhe shkojnë në tru. Dhe truri, sa po merr këto informacione, është gjë e shpejtë, me të miliardat sekondës, i fut në atë kontenitorin e memorjes dhe aty pasi përpara se sepse i përpunon, por përpara se të na i shfaqi, pra që jo të na i shfaqi, si mund të quhet, të na tregoj, atë sensin ton, atë që po shohim, përpara se të na i tregoj, truri ynë i përpunon dhe kalojnë rreth 300 milisekonda në atë fragment, teksa i përpunon truri, pra përpunon këto informacione, përpara se këto informacione të shfaqen e përsëris. Pra, ne fillimisht i përpunojmë këto informacione, i përpunon truri dhe pastaj ne i shikojmë. Dhe gjatë këtij momenti, pra të këtij momenti që quhet blackout, si mund të quhet, gjatë këtij momenti që janë 300 milisekonda bosh, gjatë momentit që i përpunon truri këto informacione, mundet që këto informacione të rikthehen edhe një herë, pra ne ti kemi parë, truri ynë i ka parë, por rikthehen së dyti informacionet dhe ne i shikojmë dy fish në të njëjtin moment. Pra, në mënyrë shkencore mund të themi që është kështu. Okej? Por, sepse janë bërë edhe studime të tjera dhe thuhet që nuk janë asgjë tjetër vetë se riprodhime të trurit, e bëjnë më të thjeshtëzuar për njerëzit që ta kuptojnë. Por unë do t'ju tregoj tani se çfarë mendojnë studimet alternative. Do t'ju them. Atëre, ka disa studiues që kanë folur seriozisht për këtë, bile edhe disa shkencëtarë. Unë do ta filloj nga ata më, le të themi, që mendojnë që nuk është kështu si thot shkenca. Ka disa që mendojnë që ne rimishërohemi, pra nuk është, sepse nëse ne do flasim që janë të tëra frekuenca, ne rimishërohemi, pra rimishërohemi me energji, pra shpirti ynë rimishërohet, sepse nuk është trupi që rimishërohet, por energjia jonë. Dhe nëse me të vërtet ne rimishërohemi, pra nëse është energji dhe është shpirt, ajo që ne na bën të jetojmë dhe ne rikthehemi në këtë jetë, atëherë mundet që të përcjell ose të rimarr me vete disa fragmente. Kjo është gjëja e parë që s'ka lidhje me këtë, sepse ndokush mendon që nuk ka lidhje, prisni. Pra, dikush mendon që kujtimet tona rikthehen, pra ndonjëherë edhe rikthehen gjatë momenteve të jetës. Dhe ky është bërë nga një studiues me Z,
kjo gjë. Çdo të thotë kjo që këtu mund të lidhemi me fizikën kuantike. Fizika kuantike thotë që e kaluara, e tashmja dhe ardhmja janë një. Pra ne gjendemi në një vend, në një kontenitor, sikur të jetë një tenxhere si kemi thënë, dhe brenda kësaj tenxhere ndodh çdo gjë. Dhe nëse avullon uji, kthehet sërish në formë bulzash dhe bie sërish në tenxhere, pra është gjithmonë aty. E njëjta gjë ndodh edhe me shpirtin e njeriut. Pra ai rikthehet gjithmonë pafundsi. Mirë, po brenda atyre grimcave, brenda atyre molekulave ka memorie. Mirë, po mendohet që kur kthehet njeriu gjatë momenteve që është kthyer, që të marrë edhe një herë eksperiencën e kësaj jete, tregohet që i pastrohet memoria. Ndaj dhe disa fëmijë mbajnë mend deri në moshën 3, maksimumi 5 vjeç, disa jetë të tjera, pra përpara asaj jete. E kemi thënë këtë në emisione që ka disa fëmijë që rikujtojnë jetën e dikujt tjetër, ose jetën e tij të mëparshme, ose jetën e gjyshit apo ku ta di unë. Sepse është pikërisht ajo fazë që bëhet pastrimi i memorjes. Mirë, po, disa të tjerë thonë që e keni vënë re kur fëmia qan, pse qan fëmia kur vjen në jetë. Ka shumë teori për këtë, askush nuk e ka zgjidhur deri tani, nuk e zgjidhim dot ne sot. Por tregohet që fëmia nga momenti që lind, sepse ai nga momenti sapo lind, fillon dhe qan, sepse nuk përshtatet me këtë botë, sepse ai kujton atë që ka pësuar dhe që ka qenë gjatë momenteve të ripastrimit të kësaj memorieje. Dhe ai kujton ato jetët e mëparshme dhe ka dhimbje. Disa mendojnë që është vetëm shkëputja nga barku i nënës dhe kjo e bën që të ketë sepse duke qenë ende i pa formuar, pra truri i tij dhe çdo gjë, i krijon komplekse dhe fillon qan. Por, si thash, ka dhe një pjesë tjetër, le t'i marrim si teori konspirative, ka një pjesë tjetër që konspiracionistët thonë që jo, sepse atyre është momenti gjatë asaj kohe që i pastrohet memoria, maksimumi deri në 3 vjeç. Okej. Por unë do t'i tregoj diçka tjetër. Do t'i tregoj atë që shumë pak e përmendin. A e dini që këto déjà vu ka patur raste pa fund në këto raste, që ka njerëz që shohin një vend tjetër, pra jo të njëjtin model. Për shembull, nëse jam këtu për rreth, këto që po shikoj këtu dhe aty që po flas, sikur ta rikujtoj, jo. Por po flas diçka dhe më kujton një vend tjetër. Dhe vendin tjetër këta njerëz e përshkrojnë në mënyrë eksakte, por nuk ka qenë kurrë atje. Pra, si e shpjegon shkenca këtë? Nuk ka asnjë shpjegim. E dini se çfarë thotë shkenca? Jo. Ata thonë budallëqe, nuk është e vërtetë. Është bërë një studim nga Edgar Cayce fillimisht, pastaj edhe të tjerë, por është bërë një studim që është vënë re në disa, sepse më shumë e kanë të rinjt. Është vënë re që pasi kanë imagjinuar diçka, ose kanë përjetuar një moment déjà vu të një vendi tjetër, ose të njëjtës jetë, ose të njëjtit fragment, kanë vënë re që ato vende ku ai ka përshkruar gjatë momentit që i ka ndodhur déjà vu, sepse e ka përshkruar, ka thënë është kështu dhe kështu. Kanë shkuar në atë vend dhe kanë gjetur eksaktësisht ashtu siç thoshte ky zotëria, pa qenë asnjëherë në atë vend. Pra, si mendja e njeriut e gjente atë vendin, si e dinte që ishte kështu eksakt, dhe si e dinte për një njeri apo për një tjetër, për fytyrën e tij, për trupin e tjerë që është në këtë formë. Si? Pra, tregohet që do ja u them, sepse nuk dua që ta lë kështu varur këtë si bisedë. Tregohet që sepse është pak komplekse, sepse duhet filluar që nga Giordano Bruno. Giordano Bruno thoshte që ne jemi një pjesë e trurit të vogël të një truri të madh. Pra, truri ynë është një truri i vogël, pjesë e një truri të madh. Dhe nëse kjo të bën të mendosh që ne jemi, që është e vërteta, një cop tokë, një cop energji, sepse kemi një pjesë të fushës magnetike të fushës magnetike gjendet aty jashtë, që është energjia jonë, është frekuencat që ne kemi një pjesë të qelizave që është toka apo bimët, apo ku ta di unë, dhe ne jemi një pjesë e këtij universi, po ta marrësh në mënyrë shkencore. Dhe Giordano Bruno kishte faj kur thoshte që ne jemi pjesë e këtij universi dhe truri ynë është një copës e universit.
sepse gjithë universi është dije, është njohuri. Dhe nëse jemi një pjesë e këtij universi, unë mendoj që ashtu siç jemi pjesë e universit, është ja punët e nxjerrës, e shkuara, e tashmja dhe e ardhmja janë një. Dhe unë mendoj që janë vetëm gliçe, nuk e di si thuhet në shqip, glitch, diçka që sikur dhe ka disa frekuenca që e çojnë trurin në këto fragmente. Megjithatë, fenomeni i déjà vus ende sot mbetet një mister, qoftë për shkencën dhe qoftë për studimet alternative. Unë sidoqoftë do dëshiroja një komentin tuaj se nëse ju ka ndodhur dhe në çfarë fazash të jetës ju ka ndodhur, sepse ndodh vetëm në disa momente. Kështu që pres komentet tuaja, ju përqafoj, faleminderit që jemi bashkë dhe do t'ju tregoj në një moment tjetër një déjà vu të vështirë që më ka ndodhur, shumë kompleks që nuk doja ta thosh sot sepse nuk dua të zgjatem. Por do dëshiroj të lexoj ju sot. Okej? Pres. Përqafime.